Atëherë një fitore e rëndësishme, merrni vendin e parë. Po, një fitore shumë bukur edhe shumë rëndësishme. Tani jemi në vendit parë, patjetër jemi shumë lumtur, janë shumë kënaqur për qunat, por dua të falenderoj edhe për tifozat sot sepse ishte një atmosferë mrekullueshme. Vetëm në Elbasani mund të shkoj atmosfera si sot, nëse jam drejt ishte 7 apo 8.000 tifoz. Kjo është fantastike edhe një respekt për tifozat. A ishte kjo mbrëmja më e bukur që keni marrë ndërtim me Elbasanin? Po doshta po, por ju e di, çdo javë kjo tu është e bukur. Ishte edhe kundër Partizani sot, domethënë patjetër ishte një ditë e bukur, por ju e di, nuk kemi marroja si gjë, kemi 3 java së fundit, pastaj kemi Final Four, neve do luftojmë deri në fund. Por ishte një ditë shumë bukur për ne. Po, 3 javë nga fundi, merrni kryesimin, sa e vështirë do të jetë për ta mbajtur deri në fund? Çdo javë është e vështirë, por neve do luftojmë. Tani nuk mund të them asnjë gjë me shumë sepse ju e di. 3 javë fort, pastaj Final Four, do shohim javë për javë. Nga javën javë po i ktheni në spektakël. Po, faleminderit. Sot prap një dita perfekt. Faleminderit tifozat sepse me tifozat ne jemi shumë fort. Gjithë ne jemi kënaqur, edhe unë jam shumë lumtur, shumë kënaqur, por edhe një herë gjithmonë kemi por në futbolli sepse deri tani kemi prap 3 javë, kemi Final Four, domethënë me mirë dorim kem në tokë, por patjetër zemër është lumtur. Qytetit po festohet sikur keni fituar titullin kampion. Jemi jo vetëm sot, jemi festuar gjithmonë kur fitojnë ndeshje, sepse brenda stafi, brenda ekipit, bashkë me tifoza kemi një emocje tu në stadium mrekullueshme, edhe kjo erdhi nga ne, domethënë prap e tash unë, sot ishte një fitore bukur, por do shohim si do shkojmë. Ishte edhe me pak fat sot profesor. Themi nga gabimet ose deri gol e gafat e Vllaznisë, 2 golat e parë kryesisht. Por ne jemi shënoj 3 golat, tani nuk e di edhe goli nga Vllaznia ishte me fat, me ndimin tim, domethënë edhe doshta neve një gol me fat, po prap 2 golat e tjera ishte shumë e bukur, goli i dytë edhe goli i tretë. Por ti je drejt, Shkodra ka një skuadër shumë e fortë, shumë e mirë, luaj futbolli fort, edhe unë dua të uroj shumë sukses edhe për ekipi Vllaznisë. Titulli mes Vllaznisë dhe Elbasanit apo është edhe tjetër? Nuk më të them sepse juve e di deri tani tabela tregoj neve me Vllaznin jemi më fort, por nuk më të them sepse juve e di pastaj filloi Final Four, kemi 3 ndeshje fort, juve e di edhe gjitha është mundur, domethënë nuk më të them kush, por deri tani me pikat ne jemi me afër, me fort më fal. Keni 2 ndeshje jashtë. Vështirësohet pak fundi për ju? Po, nga 3 javë kemi 2 ndeshje jashtë edhe 1 ndeshje brenda. Është vështirë patjetër. Vështirë, por neve do luftojmë tani, nuk kemi tjetër rrugë. Sukses. Faleminderit.